Pak minuta larg kryeqytetit, jeton një grua fisnike. Një grua që nuk e gjeti veten mes betonit, por mes kafshëve që ajo i do aq shumë. Është kjo Ramize Rexhepi, e cila ruan lopët, një pasion që ka trashëguar nga familja dhe mban gjallë një jetë që pushuhet ngadalë. Vjen nga fshati Svirs, komuna e Medvegjës. Prej 75-ës në shkollën e mesme jam këtu në Prishtinë. 37 vjet i kam në Zvicër. Jam kthyer që 4 vjet. Që 4 vite e kthy në Kosovë? Që 4 vjet jam kthy në Kosovë. Pse vendose më u kthy atëherë? Çka të ka shty? Isha afër pensionit edhe tërheq veni jam. Vendlindja punova ball, më dokt. Edhe qashtu u ktheva. Na po shohim që ti merresh me bujqësi, këtu po i shohim edhe lopë të cilët tash momentalisht janë tuke ushqy, apo më tregon që sa kohë merreni me bujqësi, që sa kohë je fermere? Që prej kur jam kthyer, i kom gjetën 2 mi kalan nana jeme. Edhe aty kom filluar me shumue. Nuk pritoj me u marrë me tu. E vetme mes natyrës dhe heshtjes, duke mbajtur mbi supe një punë të rëndë dhe një dashuri të heshtur për këtë tokë dhe këto kafsh. I kam 20 sopa. 20 krarë. Po. Dhe ndërsa këta këtu, po i shohim që janë më të vegjël, janë viqat? Po këta janë viqat, janë pej 5 muaj, 9 muaj i kanë dë. Qështu da janë mrena. Çfarë race janë këto? Race simentale janë ma shumë. Tash këto ditët e fundit na pushojmë që na kanë mbulu bora. Apo më tregon sa është e vështirë ndoshta për këto, a i bezetrojnë të ftohtë temperaturave, ku a i nxjerrni tash jashtë apo më shumë brenda? Kur është temperatura e ngritsi është, e mbulu me natyra me bora, atëherë i lan mrena, nuk i lëshoj. Ju qes krune, ju qes sanë, kasht, këtu krejta që ka i hanë. Ujtë e kam këtu mrena veç, pëthuj se qëtu. Edhe rri rahat me tu. Do me thënë, përveç sa ju keni edhe lopë. Sa lopë i keni kështu si kërë në lopë? Lopë qëmshtore? Qëmshtore janë 7 sopa. 7. Po bik, mbani bik? I kum shitën që ta shti 8 sopa. E kum lanën ato të bardhin atë që është. Ajta është në rejqet për vitin e ardhshëm është i mirë shumë. Këtu e ka ndërtuar jetën ajo, mes tokës, shtallës dhe lopëve që i ka bërë pjesë të përditshmërisë së saj. Prej 83-ës jemi vendosën këtu, në Safali. Baba, nana, kështu, me motra. Jemi 5 motra, vlas kemi. Nona ka jetu veç 104 vjetë 8 muaj. Para në vitin 2021 ka vdek, kur edhe unë u ktheva këtu. Edhe nana është marrë dhe nana me bërë? Nana u marrë gjithmonë. Po. E pas ke marrë ndoshta prej nanës? I dua unë, në përgjithësi kafshët i dua shumë. Po. Tregona pak më shumë rreth shtallës, na po i shohim që është një shtallë improvisume, nuk është një shtallë ndoshta ashtu siç duhet jetë. Ke pas për krahje institucionale, më shumë? Nuk kom pasën veç për këto lopë qumshtore. Në vitin e kaluam, ku më marrën për 7 sopa. Menoj me bo një shtallë pak ma të mirë, ma të gjanë. Më një mojnë edhe këta se veç vetën unë nuk muj krejt me i bo. A mo verës dali ruaj, kam qef. Edhe që janë lopë qumshtore, dhe po besoj që gjëja kryesore të këtu është qumshte. Deri në sa litra qumsht mund është me i nxerrë nga një lopë që e ke sot? Varet qësh është lopa, po unë ma shumë ju jepi viqave me pi, se sa me shitën nuk shes, për vetë një herë që ka na duhet edhe qaq.
Historia e Ramizës flet për vetë kurajon, vullnetin që ajo ka për kujdesin ndaj lopëve, për çka nuk u ndje e turpëruar kurrë. Ushqimin unë e blej, kam edhe tokë në Miloshev këtu, 70 aty dalin që shmerë verat ashti, se do here merë vera shumë e mirë, si vjetë ka morën vera shumë e thatë, s'ke mujtën pak e diçka me nxjerrën, mirë po unë ju blej se unë kam pensionin e jashtëm. Po. Do me thonë, një tokën nuk e punoni zonja Remzie. Jo, do me thonë, vetëm kujdesin e për to, ndërsa për pjesën e ushqimet e bleni. E blej ma shumë, po. Qysh është për ty me qenë fermere grua në një vend si këtu tek ne, sepse na jemi mësu ma shumë i pa mashkujt, gjini mashkullore. Kuda që t'jesh, në qofse e kije atë vullnetin tanë me punu e me pasën, atëhere mund është me mri gjithmonë. Jashtë kom punu 37 vjetë në gastronomi, kom pas 12 vjetë restorant të temin, kom më majtë. Po, dikur po bëjke gjithmonë ballë edhe stop se gastronomia i ka ato shtreset e veta shumë të mëdhaja, sidomos Zvicra është ekstrem. Prej më shumë se 4 dekadash, vazhdon të zgjohet herët, të kujdeset për lopët dhe të mbaj gjallë këtë ritëm të jetës. Mojnë emna të ndryshëm, ndoshta mojnë emna edhe të këtyne të mdhajve, se dikon që e duhe, kam qef me ja përmen edhe emnin edhe kur jam me lopë. Çfarë emra të mdhajve, për shembull, tregona? Për shembull, George Bushi është njoni është Bini e tras shkurt, është Princi, është Boni, është Bardha, lopa me e mira që e kam, është Shminka, që është e shminkat, me ato larat e veta. Sa je lidhur me to? Po Shumë jam. Që edhe kur bie në gjumë, i menaj këtu mos metën e një pa hongër, ose ka metën e një jashtë, ose me gjithë se i kontrolloj gjithmonë. Tash na jemi në stinën e dimrit, edhe po shohim që sidomos këto ditë e fundit ka shku me -gradë. Sa i bën të lash edhe problem bandaj temperaturat e ulta lopëve. Qysh e ke pa ti? Si e kum pa unë edhe si e kum pa jashtë qysh i mojnë, duhet me pasën vetëm mos me u ngri veni mrena ku janë, ajrin e pastër me pasën gjithmonë. Edhe kështu që ushqim tjetër s'kan. E gjatë stinës së dimrit këtu nuk dalin jashtë, do me thonë, për kullosje? Jo, veç në qofë, veç në qofë sa është dita e mirë, atëhere ilsha japet jashtë, dalë me tu. Mbi supet e Ramizës kanë kaluar edhe shumë sfida. Qëre unë e kom pasën vështirë se atje gastronomia gjithmonë je konën e mshelne. Ose je konën servis, ose je konën kuzhinë, ose ke pasën vetë përgjegjësinë, gjithmonë konën kontrol. E tashti me këtu unë jam e lirë. Jam ma shumë e lirë. Më ngojnë, po sa më ngojnë këtë muaj, nga edhe unë këtu. Po besoj që kanë shumë kërkesa këto. E kanë kërkesën kur është shumë nxehtë. Atëherë është pak vështirë se sun zonë vend kërkon. Në këtë zonë ku jemi ne, a ka edhe fermerë të tjera, apo jeni ndër të vetmet në këtë? Me lopë, këtu jam me vetëm jaune, qka unë e di, nështë ka në kush 1-2 për anë të nevojat e veta, është edhe firme e dhive këto që... Që kur dielli lind, e derisa errësira të bie, Ramizja qëndron me lopët e saj. Mëngjes, zgjohemi, pim kafe, atëherë me njëherë unë janë nisi këtu me ju qitë, ju qesë njëherë, s'pari ju
atëherë ja u pastroj venin, ju qes prap, ju jepi ujë, edhe i loni herë me pushu. Lotët e tradhëtuan Ramizën e emocionet e saj vështirë se mund t'i kontrolloj kur flet për këto kafsh. Kur i jekune, s'muj me fjetën bëva ki një javë ditë. Shumë e lidhën me to. Shumë. Po tash a mendon me shtu numre? Ta këshyri si mbas forcave që Unë po që këna kur po folim je pak emocionume. Emocionohesh shumë kur flet për lopët, apo thjesht ndoshta ka diçka që ty të brengos? Më dhimër kur i shes që i mërë t'i kush me i preje. Ajo jeton e vetme, nuk është nën, nuk ka fëmijë. Hishtja e shtëpisë shpesh flet më shumë se fjalët. Shef si çdo mërgëmtar që kemi shkuar jashtë, atëherë u duftën me punu edhe për familje, për prind, me ju ndihmue. Megjithse edhe ata kanë punue, nuk janë kanë që s'janë kanë punëtor. Jashtë jam kanë në Zvicër. Aty kom punue shumë. I janë një vend për në 3 vena. Një i kohë 3 vena kom punue. Jashtë ja i ka ato regullat e veta, punon kije, s'punon s'kije. Që dënë me bo diçka, duhet me punue, me ju përshtat ati ambientit atje. Mirë po e falemderoj Zvicrën shumë, se shumë më kanë ndihmue. Kom bo shtëpi këtu, kom bo restorant këtu, kom ble tokë, po thuj se 1 hektar tokë e kam krejt. A ke të mbjellur a diçka? Në 70 janë me bari, për lopë, tjetrit është këto rreth shtëpie. Këta e kullosëm qështu. Po për shëndetin e lopëve që shkujdesesh? E ke dëkënd veterinarin që kujdeset? E kam veterinarin këto, këtë kryesorin në Prishtinë që është përja Rajemnin. A ndodhë më usmu shpesh lopët? Jo, nuk më smu në aq shpesh. Një vjetë mu ka smu që to veç i vogël, edhe temperatur patë shumë. Mirë po, i kaloj, nuk më smu në shumë. Tregon atash pak se cilat kanë qenë ato të themi vështërësit e tua si fermere në këtë zonë. A ke qenë paragjykuar edhe nga kojshit këtu për rreth, a kanë qenë ndryshe, që kojshat lopë në kulot? Nashta dikush më këshyrë, po më thonë, së më thëtë se ato janë punët e mija, une as kujnaj nuk i përzina kush shka mon, as nuk du me më përzije muë. Toka nashta është edhe shumë e privatizume, po nuk e punon kërkush. Ka edhe tokë të shtetit, ku i kulloti, edhe kështu që muj me i dalë. Në viti 2025, ka qenë i mirë për ty? Edhe me veprimtarin që e bon bujtësi? I mirë ka qenë, se une prej që jam këthujo të ashti me qëtu lopë, ku më marrë edhe 11 ari tokë këtu. Së fali ju paka shumë e dini sa shkan ari, kështu që kush punon edhe fiton. Çfarë ke plan tash me bo, zonja Ramizën? Ndoshta në vitin 2026, masi që je këtu në Kosovë. Cilat janë planet e tua për këtë veprimtari? E kam plan një shtall me jau zgjënua pak, një vend ku kam aty është edhe një shtall, aty me zgjënua edhe me i majtën, sa të muj i maj, sa mas muj i shes. Edhe atëhere gati s'veç përfundan. Po njona mësë më pa muë, ku jam atje me të i ruajt, han me këto tjerat,
edhe e qanë kryet të më këshyrë, ku jam me kanun e fsheft dikun, aja vesh janë nisën e palë. Më lypën, pa. Në Zvicër, muj me shkue si turist e ka me motrën, motra me që është gati miljardere, se jam milionere. Një tjetra është në Gjermani, edhe aja ka pasu një val. 3 jemi këtu, një është motër medicinale në rezonancë. Edhe mirë i kemi punta. Dhe si femna, na kemi punue. Goxha shumë. Unë e përdu me të falenderu, ishte shumë knatësi edhe falenderit që sot ke gjithë Ju falenderit edhe prej jush. Tash ti po të lejme vazhdu me punu. Po. Falenderit. Kjo ishte historia frymëzuese e Ramize Rexhepit, fermerës nga komuna e Prishtinës, e cila me punën e saj ka arritur të kthehet në një shembull dhe inspirim jo vetëm për gratë, por për të gjithë shoqërinë.